ngjarjes së 11 majit? Partia Demokratike është relaksuar, nuk ka ndonjë shok. 11 maj ishte rezultati i qartë i pazarit që Sali Berisha bëri dhe e çoi PD-n në humbjen historike të saj. Dhe këtu dua ta specifikoj që nuk ka asnjë lloj tensioni, pasi do jetë pazari i radhës, do jetë humbja radhës, nuk është se ka një pritshmëri. Për sa kohë, siç e thatë edhe juve, vetë ofrohen dhe vetë shpallen figurat më komike për të jetë kandidaturën, shqyqyrshe e shpallën, se po nuk e shpallën këto kandidaturën, kush do ta shpallte në PD, si Klevis Balliu. Pse i quan figura komike? Janë figurat më qesharake që ka Partia Demokratike dhe është gjynaf i madh që kjo forcë politike është kthyer qesharake në diskursin publik, në çdo studio televizive dhe absolutisht përfaqësohet nga çuni Fari Balliut, që ka dashuri të hershme për komunizmin. Këta do ta luftojnë regjimin, bitë e komunistëve do ta luftojnë regjimin, qokat e Sali Berishës do ta luftojnë regjimin. Kush do ta luftojë regjimin? Regjimi do njerëz cilët kanë kurajo për thënë vërtetën, njerëz pa përfshirë në pazare, por njerëz mbi të gjitha që t'jenë zëri i qytetarëve, jo t'jenë pjesë e pazareve dhe qokave klienteliste të familjes Berisha. Dhe rasti i djalit Fariut është i tillë. Nuk është djali Fariut përfaqësuesi i lartë i Partisë Demokratike. Është askush në Partinë Demokratike. Këtë e tregon edhe votat, e tregoi edhe sa i paft ishte të fitonte primaret, e tregon dhe në çdo video që bën si hajnë shqiptarët, bëhet qesharak. Kështu që një figurë qesharake shpall kandidaturën. Kurse shqetësimi im është ta çojmë analizën diku tjetër, pse figurat serioze të Partisë Demokratike nuk e marrin përsipër kandidimin e Tiranës. A e dim figurat serioze të Partisë Demokratike që Sali Berisha ka shitur çdo zgjedhje të Partisë Demokratike për interes personal dhe familjar? Ku janë sot figurat e pëlqyera nga demokratët, figurat me integritet nga demokratët? Ato nuk ka më, sepse ato nuk hyn dot në zgjedhje, sepse ato e dinë që këto zgjedhje janë të humbura. Dhe këto do humben edhe më thellë se ç'ishte 11 maj. Këto zgjedhje ju thoni që janë të humbura, Alesja? Po pa diskutim ti ke ndonjë shpresë që Partia Demokratike mund të fitojë zgjedhjet. Po nëse zgjedh një kandidat për shembull, as lloj kandidati nuk mund zgjedhësh, sepse kandidati në radhë parë duhet të jetë politik, zotëri. Në radhë dytë ky kandidat duhet vinë nga radhët e djathtës. Në radhë të tretë ky kandidati që do ofrojë qytetarëve një jetesë më të mirë nuk mund të jetë ushtari i Sali Berishës, i personi që ka damkën e korrupsionit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se si do t'i ofrohesh ti qytetarit? Si do shkosh ti t'i kërkosh votën qytetarëve? Si ke pranuar ti këtë parlamentin jo legjitim që të vodhën votat për 5 muaj, për një rrogë? Si do hy? Me çfarë karte morale do hy kandidati i Partisë Demokratike në zgjedhjet bashkiake? Kjo është çështja. Sot deputetët e Partisë Demokratike nuk kanë kartë morale, sepse ata kanë pranuar zgjedhjet, kanë pranuar rrogën, kanë pranuar mandatin dhe nuk i është bërë vonë fare për demokratët. As në parlament ku janë nuk përfaqësojnë demokratët, po bëjnë zhurëm, sepse opozita këtij vendi ka përfunduar në figura qesharake dhe komike, siç është djali i Fariut, figura për mos e qesharake, po dhe të urryshme për publikun dhe për çdo i cili do një ndryshim. Po a vjen ndryshimi me këto figura? Kur? Pa diskutim që do ketë humbje. Alesja, qofse qëndrojmë me këto zhvillime, një emër tjetër që është vetë ofruar është Adriana Kalaja. E shikon të mundshme? Tani të lutem. Po tani se ju qeshni, po t'i vëm Tritolin ambasadës amerikane, tani kalëm në një diskutim serioz se... Po këta janë kandidatët tani, këta janë emrat. Këto nuk janë kandidatët, këto janë janë figurat qesharake, të vetë shpallura, të diskursit publik, dhe këto janë ato individ cilët nuk ja vlen as të komentohen në studio televizive. Nuk ja vlen as të komentohen. Absolutisht, ja. Alesja, në gjithë të panoram, në gjithë të situatë, kemi dhe emra tjerë cilët janë vetë shpallur. Ti e shikon në gjithë të situatë opozitën gati të pashprez, nuk shikon do të një element që mund të dali, që mund të jeti pavarur. Nuk mund të ketë element përsa ko opozita nuk ka bërë analizën.
përsa ko opozita nuk ka thirrur mbledhjen e Këshillit Kombëtar, përsa ko opozita nuk ka respektuar statutin që kryetari që humbet zgjedhjet duhet japi dorëshen, përsa ko nuk ka pasur një riformim Partisë Demokratike, por mbi të gjitha e shoh unë se që kur këtë fushat e drejton i madhërishmi Flamur Noka. Ai që thoshte do t'i vijera shtet mbas 11 majit. Që në drejtimin e Flamur Nokës, humbja është absolutisht e sigurt e Partisë Demokratike. Alesia, duhet jemi serios. Kjo parti është kryer një parti që i shërben interesave një grupit vogël klientelist familjes Berisha, të cilët do ta bëjnë pazarin e radhës në kurriz demokratëve thjesht dhe pastaj do dalin me deklaratën nena vodhën zgjedhjet, nuk hym zgjedhje me Ramën dhe nuk ka zgjedhje me Ramën kryeministër. Tani dua të ndalem në një pikë shumë të rëndësishme sot me që jemi tek debati politik. Ka dalë Sali Berisha në deklaratë publike, Edi Rama jep dorëshen, po ti mos zotri pse nuk e jep dorëshen mbas gjithë këtyre humbjeve. Ti mos zotri pse nuk e jep dorëshen kur ke damk si një i korruptuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, që të kërkosh dorëshen e tjetrit, duhet minimalisht t'i hapësh rrugën dhe t'i hapësh garën partisë tënde. Në këtë parti ka vdek gara, në këtë parti nuk ka meritokraci, në këtë parti ka vetëm urdhra të cilat vinë direktiva drejt për drejta nga klani familjar i Sali Berishës dhe qeni ti besnik Flamur Nokës. Alesia, në gjithë të zhvillim dhe në këtë ngjarje, ju e prekët pak, por unë doja t'i rikthehem përsëri. Pavarësisht rezultatit që ka marrë PD-ja në Tiranë, pavarësisht rezultatit që dhe sekretari i përgjithshëm Flamur Noka duhet të ketë përgjegjësinë e vet, Zoti Berisha e gradon përsëri me pushtet politik ku emrat do filtrohen prej tij, prej Belin Kolliçit dhe më pas do dorëzohen në zyrën. Ta thash në fillim që PD-ja nuk është e tensionuar, është e shtensionuar. PD-ja e di që do humbi, PD-ja e ka dhënë në tavolin, PD-ja ka bërë pazarin e radhës, në kurriz të atyre demokratëve, e ka gati alibin e radhës, kështu që nuk ka që diskutohet këtu fare. Partia Demokratike sot nuk përfaqëson më demokratët, por përfaqëson vetëm interesat e ngushtë familjes Berisha. Është një keqardhje e madhe që eri përsëris dhe rrithem, që Partia Demokratike të jetë alternativë me autoritet e besueshme për të votuar nga populli shqiptar, duhet pa diskutim të ndrojë leadershipin që ka 35 vite që e mban peng Partinë Demokratike të Shqipërisë. Pa u ndruar Berisha dhe pa ikur elita e vjetër e kësaj partie, nuk mund